Të drejtat e fqinjit në Islam. Sipas dietarëve islam, fqinjit i takojnë këto të drejta: të mos dëmtohet as me fjalë, as me vepra, të ndihmohet kur ka nevojë, të vizitohet kur sëmuret, të ngushëllohet kur ka fatkeqësi, të urohet kur ka gëzim, të jemi të duruar ndaj ndonjë shqetësimi të vogël që mund të ketë. Islami e konsideron trajtimin e mirë të fqinjit si një tregues të besimit të sinqert. Dëmtimi i fqinjit është mëkat i madh. Mirësia ndaj fqinjit është rrugë drejt kënaqësisë së Allahut. Në këtë libër kemi sjellë për lexuesin e nderuar hadithe nga profeti Muhammed dhe ehli bejti i tij i pastër, që shpalosim të vërtetën e fqinjit, kufirin e fqinjësisë, llojet e fqinjëve dhe disa nga të drejtat e fqinjëve. O Zoti ynë, na mundëso të jemi në gjurmët e profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe të ehli bejtit të tij në këtë jetë, dhe na dhuro shefatin e tyre në jetën tjetër.